Le të përbijojmë së bashku një udhërhyes ku stimujt tanë piktakohen me përparësitë tuaja, ku reformat tona i përgjigjen nevojave tuaja dhe ambicjet tona përputhen me nivelin evropian. Siç thosh Albert Camus, bujaria e vërtet kundrejt së ardhmes është t'i japësh gjithçka së tashmes. Fuqia e Europës nuk do të matet në fundit nga matësia e institucioneve të veta, por nga shtrirja e imagjinatës së saj. Një imagjinat që është diçka që Ballkani Perëndimor e ka në bolli. Pra le t'i japim gjithçka kemi këtij momenti të tashëm, këtij horizonti të ri që mund ta botojmë së bashku. Le të kujtojmë fjalët e Jean Monnet, një prej etërve themelues të Europës. Njerëzit e pranojnë ndryshimin vetëm kur përballen me nevojën dhe e shohin nevojën vetëm kur ja beh kriza. E me qëra fjala, nevoja është këtu. E kriza ka ardhur tashmë. Ndaj le ta transformojmë nevojën në vizion dhe krizën në krijim. Ndjes. Nëse kishit nevojë për ilustrim të krizës, sapo e pat.